Shoqata për luftë kundër kancerit Borka ka filluar fazën e dytë të aksionit me moton në përqafim me shokët. Qëllimi i këtij aksioni është përkrahja e grave për të fituar sëmundjet e kancerit të gjirit. Brenda një viti nga kanceri i gjirit në botë diagnostifikohen mbi 1 milion gra. Kjo sëmundje në të shumtën e rasteve përfundon tragjikisht. Mirëpo nëse kjo sëmundje diagnostifikohet dhe trajtohet me kohë, atëherë të sëmurat mund të jetojnë edhe me kancer në gjë, theksojnë ekspertët e kësaj lëmie të mjekësisë. Shoqata për luftë kundër kancerit Borka filloi fazën e dytë të aksionit me moton në përqafim me shokët. Qëllimi i këtij aksioni është mbështetja e grave në qëndrueshmërinë e tyre ndaj kancerit të gjirit. Në këtë fazë, për herë të parë në rolin e përkrahësve janë paraqitur femrat që kanë ngadhnyer kancerin. Të njëjtat në këtë fushat dërgojnë porosi inkurajuese dhe motivuese jo vetëm në adresë të pacienteve, po edhe të institucioneve shëndetësore. Kanceri nuk është temë tabu dhe sëmundje e cila mund të shërohet. Njeriu nuk guxon të përjashtojë pyetje se sa kohë do të jetojë, theksoi Vera Zlateva, përfaqësuese e shoqatës Borka. Sipas saj, çdo person duhet të luftojë për shëndet më të mirë edhe të besojë në vete, të angazhohet dhe të luftojë për të mundur kancerin. Pacientët nuk duhet të trajtohen si numra, por si persona të cilët kanë nevojë për ndihmë dhe përkrahje, theksoi Zlateva. Të gjitha përfaqësueset e shoqatës Borka përmes këtij aksioni u bëjnë thirrje grave të prekura që ta luftojnë kancerin me energji, dëshirë dhe dashuri, pasi që këto janë armet më të forta kundër kësaj sëmundjeje. Aksionit për luftë kundër kancerit u bashkangjiten edhe shumë fytyra publike, të cilat me përkrahjen e tyre ndihmojnë gratë e prekura me kancer. Për luftë kundër kancerit u bashkangjiten edhe shumë fytyra publike, të cilët me përkrahjen e tyre ndihmojnë gratë e prekura me kancer. Aksioni që lufton kancerin në gjë do të vazhdojë edhe në muajin tetor, muaj ky i shpallur në botë si muaji i luftës kundër kancerit.